Në fshatin Pojan të Maliqit, aty ku aroma e trëndafilave shoqëron çdo hap në rrugicat e lagjeve, banorët janë mbledhur për të kremtuar një festë që lindi nga dashuria për lulen më të bukur dhe më simbolike, trëndafilin. Festa e trëndafilave, e kthyer tashmë në një traditë vjetore, është një ngjarje që mbledh së bashku komunitetin, institucionet lokale dhe të gjitha grup moshat në një ditë që përçon bukuri, aromë dhe shpresë. Obori është me lule dhe me trëndafila, kështu që lulet janë ato që japën shpresë njeriut që ta mbajnë, kur ka lule do ta mbajnë dhe më pastër dhe obori dhe të tjera. Lulet na pëlqejnë, janë jetë, energji. Kemi trëndafila, lule të gjitha llojeve të ndryshme. I kemi të trashëguara nga më të parit, i uisim, i trashisim, i bëjmë uzmet ato që duan ato, heqim goxhet e vjetra. Na pëlqejnë në ngresh në mëngjes dhe të marrësh aromën e luleve. Sheshi qendror i fshatit u mbush me ngjyra, zëra dhe muzikë. Atmosfera u gjallërua nga këngë popullore, valle tradicionale dhe stenda me gatime të përgatitura nga zonjat e shtëpive, ato që përveç kuzhinës janë edhe mirëmbajtëset e oboreve plot me trëndafila. Një traditë dhe një festë tani që e kërkojnë edhe ne të mos duam banorët e Pojanit, e kanë patur, vazhdojnë dhe besoj që nga njëri vit tek tjetri do të bëhet më mirë, do të jetë më larmishme dhe vetë angazhimi i gjithë strukturave i shkollës, patjetër i bashkisë kanë bërë që kjo festë të jetë sa më popullore edhe të jetë me sa më shumë pjesëmarrje nga banorët. Çdo shtëpi në Pojan ka të paktën një trëndafil të mbjellë në obor dhe kjo dashuri për lulet është bërë arsyeja për të festuar dhe për të ndarë këtë pasuri të përbashkët me njëri tjetrin.